Turizmi po merr një rol gjithmonë më të madh në ekonominë shqiptare. Sipas një analizet publikuar nga platforma e vizualizimit të dhënave Visual Capitalist, Shqipëria rënditet në vendin e 16 në botë për varësinë e ekonomisë nga turizmi, me rreth 21.9% të prodhimit të brendshëm bruto të lidhur me këtë sektor. Analiza bazohet në të dhënat e institucioneve ndërkombëtare si Organizata Botërore e Turizmit e Kombeve të Bashkuara, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, përpunuara për të matur peshën e turizmit në ekonominë e vendeve. Në vitet e fundit, Shqipëria ka përjetuar një rritje të fortë të fluksit të turistëve, e cila ka ndikuar drejt për drejt në ekonomi. Sektori i turizmit përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh, nga akomodimi dhe transporti deri tek shërbimet e argëtimit, tregtia dhe aktivitetet kulturore. Kjo do thotë se ndikimi i turizmit në ekonomi nuk kufizohet vetëm te hotelet dhe restorantet, por përhapet në shumë sektorë të tjerë të aktivitetit ekonomik. Theksojmë se vlerësimet ndërkombëtare përfshin ndikimin më të gjerë të shpenzimeve të turistëve në ekonomi, pra llogarisin të gjithë zinxhirin ekonomik që krijojnë turistët. Megjithatë, rritja e shpejtë e turizmit sjell dhe pasojë ekonomike për banorët lokal. Rritja e kërkesës për akomodim turistik shpesh shoqërohet me rritjen e çmimeve të qirave dhe të pronave, pasi shumë banesa kalojnë në tregun e qirave afatshkurtra për turistët. Në zona turistike kjo mund ta bëjë më të vështirë për vendasit gjetjen e banesave me çmime të përballueshme. E kemi përjetuar, e kemi thënë, e kemi parë edhe në shifra, sidomos në 5 vitet e fundit, që nga momenti i pandemisë, por edhe që nga momenti i luftës, po themi, në Ukrainë, pra pushtimit nga Rusia në Ukrainë, kemi parë që ka pasur një zhvendosje masive, po themi, turizmi nga Evropa lindore drejt Mesdheut, e cila ka shkaktuar një presion mbi tregun e qerave afatgjata dhe qerave afatshkurtra. Tani është e kuptueshme mbi qerat afatshkurtra për shkak se kapacitetet e akomodimit në turizëm kryesisht 60% vijnë nga burimi i qerave afatshkurtra, ndërkohë që pjesa tjetër 40% vijnë nga strukturat e organizuara siç janë hotelet, por në të njëjtën kohë nuk ishte prishme që të ecë kaq shpejt me qerat afatgjata. Arsye kryesore ka qenë pjesa e luftës në Ukrainë, por në të njëjtën kohë ka qenë edhe presioni inflacionist që kanë pasur në tregjet e perëndimit. Por apo zhduket tregu i qirave për vendasit për shkak të Airbnb-ve dhe turizmit? Mendoj që 2023, 2022, 23, 24, 25, por sidomos 23, 24, 25, ritmet e rritjes së qerave afatgjata kanë qenë të larta. Pra në një moment në 2024 ne provuam diku tek 35% të paktën rritje të qerave, e ndikuar nga dy faktorë, një Airbnb-a, e dyta ishte edhe rritja e shpejtë, po themi, e çmimit të banesave, për shkak se nuk kishte më alternativa ekonomike të pasurive të paluajtshme ekzistuese të ndërtuara dhe ti kishe alternativë vetëm të shkoje tek ndërtimi. Kështu që gjendur në këtë lloj presioni, ka qenë e vështirë në disa raste e pamundur për të gjetur qera afatgjata, po themi banesa me qera afatgjata në nivelin ekonomik. Kështu që nuk po them që po zhduket, por vështirësuar shumë. Kjo edhe për shkakun sepse tregu i Airbnb-s ka lulëzuar lishëm, pa pasur edhe presionet e kuadrit rregullator. Pra, derivojnë një pjesë kanë qenë të paregjistruara, siguroni një përfitueshmëri e cila i shmangej pjesës së taksimit dhe ishte më e lehtë për të hyrë dhe për të dalë nga ky treg. Mendoj që ardhmja nuk do të jetë kështu. Pra, patjetër që duhet të ketë ndërhyrje dhe ardhmja nuk do të jetë kështu, do të jetë një treg më i rregulluar, qoftë për hyrjet, qoftë për daljet nga tregu, por qoftë edhe për ato të ardhurat të cilat janë duke u gjeneruar, sepse nëse themi që janë duke u gjeneruar mesatarisht në Tiranë 9.000, 10.000 euro në vit për një njësi normale, mesatar. Pra nuk po themi për 3+ nishe, po themi për 1+ nishe. Në momentin që themi jenë duke u gjeneruar 11.000 dhe në 13.000 euro në tregun e Bregdetit, pra jashtë Tiranës, paktën të dhëna nga RDNA. Do thotë që një pjesë e këtyre të ardhurave që gjenerohen, patjetër që duhet të taksohen dhe duhet të rishpërndahen për të krijuar programe strehimi të përballueshme për qytetarët të cilët nuk arrin të aksesojnë tregun e blerjes apo tregun e qeras afatgjat në mënyrë të lehtë.
Rritja e turizmit nuk po ndikon vetëm te të ardhurat e ekonomisë, por edhe te mënyra si po funksionon tregu i banesave në vend. Në shumë zona, sidomos në qytetet bregdetare dhe në qendrat urbane me kërkesë të lartë, një pjesë apartamenteve dhe pronave po zhvendoset nga nevojat e banimit afatgjata drejt akomodimit afatshkurtër për turistët. Kjo po nxit debat mbi masën në të cilën tregu imobiliar po i shërben sot më shumë turizmit sesa vetë banorëve. Ka pjesë të këtij tregu, por është e vështirë të bëjmë një vlerësim. Mendoj që me lëvizjen që ka bërë Banka e Shqipërisë gjatë 2024 dhe 2025 do duhet të pasuroj opinionin publik, ekspertët, sektorët, me të dhëna të paktën nga pjesë e financimit, pjesë e financimit që vjen nga sektori bankar, është duke shkuar për investime në pasuritë e paluajshme në versionin e qerave afashkurta, por qoftë edhe qerat afatgjatë, sepse duhet kuptojmë që pjesë e këtij investimi po shkon për shtrim pashësor, për banesë pashësore dhe pjesë po shkon për qera afashkurtë dhe qera afatgjatë. Dim që të paktën nga të dhëna nga RDNA duhet të jenë diku tek 23.000 njësi të listuara, nëse marrim dhe booking, do duhet shkojmë 31.000 njësi të listuara në Shqipëri gjatë 2026, po them në këtë periudhë, por është e vështirë të vlerësojmë se ç'pjesë e gjithë stokut është këtu, ose ç'pjesë e shitblerjes shkon për këtë sektor. Për te çmimit të banesave dhe qerave, në disa raste rriten edhe çmimet e shërbimeve dhe produkteve, pasi bizneset orientohen gjithmonë më shumë drejt konsumatorëve turistik me fuqi më të lartë blerëse, por a mund ta dëmtojë turizmi ekonominë e familjeve? Ne si vend nuk kemi pse të shqetësohemi, edhe për faktin tjetër se të ardhurat e shqiptarëve dhe standardi i tyre po rritet, nuk është se vërtet rriten qerat, pasi janë rritur edhe çmimet e hoteleve, po këto nuk kanë ardhur si pasojë e rritjes ofertës, e kërkesës, duke qenë se ka një kërkesë të madhe, janë rritur çmimet. Mos harrojmë që çmimet janë rritur edhe nga rritjet e kostave. Karburanti para pandemisë ishte gati 20% më i ulët se sa është jo tani. Tani është akoma dhe një 10-15% më shtrenjtë se sa ishte para luftës. Pra, vetë pasojat e ndryshme që kanë ndodhur kanë rritur kostot. Rritjet e kostave kanë ardhur, a është shoqëruar edhe kjo, të gjithë këto shkaqe që sollën rritjen e çmimeve, është shoqëruar dhe me ardhin e turizmëve? Po akoma më mirë, se në fund të fundit, nëse do i kishim çmimet akoma si para pandemisë, ndoshta duhet të shqetësoheshim për overturizëm. Po çmimet janë të larta, të ardhurat edhe për ato familje të organizuara edhe të lidhura me turizmin janë akoma më të larta. Vetë angazhimi i më shumë shqiptarëve në forma të ndryshme, direkte apo indirekte, me turizmin, bën që efektet pozitive t'i ndjejmë më shumë dhe më shumë shqiptarë dhe më shumë familje, se sa ato efekte negative që mund t'i ndjej një pjesë që është kryesisht pensionistët, apo ato shtresat të cilët do duhet të rishikohen jo duke kundërshtuar turizmin, mbi ngarkesën e turizmit, por nga ana tjetër duke gjetur forma të rritjes së përkrahjes sociale me pensione më të larta apo ndihmë për madje edhe tek qerat për të përballuar rritjen e qerave me qëllim që të mos pengohet ky zhvillim apo kjo e ardhur që vjen edhe nga një turizëm i zhvilluar kohët e fundit. Renditja e Shqipërisë ndër ekonomitë më të varura nga turizmi tregon rëndësinë që ky sektor ka marrë në zhvillimin ekonomik të vendit, por një varësi e lartë nga turizmi bën ekonominë më të ndjeshme ndaj krizave ndërkombëtare, ndryshimeve në kërkesën për udhëtime apo zhvillimeve gjeopolitike. Në kushtet aktuale, si pritet të ndikojë konflikti në lindjen e mesme në sektorin e turizmit në vend? Kjo pasiguri, kjo frikë e përgjithshme bën që ose të anullohen plotësisht fluturimet në destinacionet apo nga ato vende që gjenerojnë turistë që janë të përfshirë në konflikt,
dhe natyrshëm lindja e mesme është vendet e lindjes mesme gjenerojnë turist edhe drejt Shqipërisë, por nga ana tjetër edhe frika drejt vendeve që janë afër konfliktit, siç është Kipro apo Turqia, më sipër Azerbajxhani, bëjnë që këto vende të jenë të vështira për të krijuar një siguri. Por sa janë pasqyruar deri më tani pasojat e luftës tek sektori i turizmit? Janë anulluar komplet fluturimet nga Izraeli që do vinin tani në fund të marsit. Do fillonin në fund të marsit dhe mund të vazhdonin deri në tetor nëntor. Izraeli ka patur rritje më të madhe vitin e kaluar. Dhe ka pasur dhe këtë vit ata kishin më tepër fluturime, jo vetëm një kompani ajrore, por 2 kompani ajrore nga Izraeli do ishin këtë vit. Ndoshta fillojnë më vonë nëse situata përfundon, por që për momentin ka anullime, pra tërësisht anullime. U anulluan edhe udhëtimet e shqiptarëve drejt Dubait, Emirateve, një pjesë mbeti atje. Pra, këto ishin pasojat direkte në anullime të udhëtimeve, por indirekt, mund të them, në ditët e para pas luftës, rezervimet, prenotimet zbritën deri në 80% më poshtë se sa mesatarja që kishim para luftës. Le të shohim anën tjetër të medaljes. Në një situatë pas sigurie, fluksi i turistëve mund të luhate duke ndikuar drejt për drejt kërkesën për qerafat shkurtra dhe investime në prona turistike. Kjo krijon një efekt zinxhir. Nga njëra anë mund frenojë rritjen e çmimeve, por nga ana tjetër rrit pasigurinë për investitorët dhe për ata që kanë orientuar tregun drejt turizmit. Patjetër që ka nafta, hekuri, gjitha kanë ndikimin e vet, por është një mundësi për ato kompani dhe ata investitorë dhe ata konsumatorë përdorues të turizmit që dikur shkonin në këto vende të lindjes mesme, qoftë Dubai, Abu Dhabi, gjitha, dhe të cilët janë duke parë për hyrje në Bashkimin Evropian. Dhe duhet themi për hyrje në Bashkimin Evropian është vështirë të shkosh direkt në Bashkimin Evropian. Strategjia është që ti zgjedh vende që janë next door, pra në dyert e Bashkimit Evropian, që janë më fleksibël, që janë zona jo aq burokratike, shtete jo aq burokratike siç janë shtetet e Bashkimit Evropian dhe që janë gati me lokacionin e tyre, por edhe me procesin e integrimit janë gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Kjo do të sjellë më shumë mundësi biznesi, po edhe më shumë presion mbi sektor të caktuar në Shqipëri, qoftë edhe mbi turizmin, qoftë edhe mbi strehimin. Tani ky është momenti që Shqipëria të mësoj dhe të ndryj, dhe këtu bara kryesore i bie ekzekutivit, të ndryj me politika fiskale. Patjetër që ka politika të treqjes e investitorëve, të treqjes kompanive apo të bërit të jetës më të lehtë, sidomos për nomadët digjitale, për gjithë ato pjesë që do të vitë të investojë dhe të jetojnë në Shqipëri, por nga ana tjetër duhet të ketë politika të cilat targetojnë këta sektor dhe të ardhurat që gjenerohen nga këto sektor shpërndahen drejt në shtresën e mesme. Shifrat e turizmit në vitet e fundit kanë qenë në qendër të diskutimeve me deklarata për rritje rekord dhe një sezon gjithmonë më të fortë. Megjithatë, përtej entuziazmit, mbetet pyetja nëse kjo rritje pasqyron një zhvillim real të sektorit apo nëse një pjesë e saj lidhet me mënyrën se si raportohen dhe interpretohen të dhënat. Me shifrat është luajtur dhe luhet shumë. Unë pranoj atë parimin që nuk diskutohet që tendenca e rritjes në Shqipëri e turizmit ndërkombëtar në Shqipëri është e lartë, numrat janë jashtëzakonisht të larta në raportet me ato që kemi pasur më parë, 2, 3 dhe 4 fishuar, por kur dilet me shifra konkrete, 12 milion, 11 milion etj, spekulohet shumë. Spekulohet me faktin që numërohen si vizitor të huaj gjithë hyrjet në kufi dhe dikush e përmend vizitor të huaj, dikush ja ndron emrin e quhen turist, pavarësisht se janë dy koncepte të ndryshme.
ndërkohë kur turist është vetëm ai që kalon mbi 24 orë.